Përshëndetje të nderuar miq, do të flasim për situatën politike dhe të sigurisë në Kosovë. Të ftuar kemi profesorin Selatin Koceri, njohës mjaftimisht vidimeve politike dhe ekonomike. Profesor, përshëndetje dhe faleminderit shumë për këtë bisedë. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Profesor, do ta nisim nga takimet në Shtetet e Bashkuara, ndërkohë që sot presim vendimin e gjykatës kushtetuese për parlamentin, por më parë do shkojmë të bëjmë një analizë për takimet në Shtetet e Bashkuara të presidentes Vjosa Osmani dhe kryeministit Albin Kurti. I quani të suksesshme apo dështim? Në të flasim për këto takime apo për udhëtimin e zonjës presidente dhe kryeministrit në detyrë apo në shkuarje në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, mund të flasim nga dy kënde. Presidentja deri dikun kishte takime të suksesshme derisa kryeministri në detyrë Albin Kurti, apo si po e quajnë në Amerikë kryeministri në shkuarje, në dorëheqjen apo në kujdestar. Ata më tepër përkëtojnë kryeministri kujdestar, vërtet kishte takime jo formale, kurtuazie, sa për të dukur në opinionin kosovar se kryeministri ka takuar dhe po takon përfaqësues të eminent të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Pra mund t'i ndojmë në dy takime. Presidentja pati takime edhe bilaterale, por pati edhe takime jo formale. Derisa kryeministri në detyrë pati vetëm takime jo formale. Mund përmendim me kënd u takua presidentja në takime formale, siç janë ato me zyrtar të Departamentit Shtetit, drejtor dhe zavend sekretar për Ballkanin, pastaj përfaqësues të USAID-it, siç e dim USAID është shoqat qeveritare, si dhe senator kongresist nga Partia Demokratike. Por më shumë të hoqi vëmendjen takimi me Grenell, se nuk u zbulua as arsye pse, sepse nuk është se ka dhe në post në pozicion Grenelli në administratën amerikane për Ballkanin, për Kosovën. Pse ishte ai takim? Aty ishte një takim jo formal, një pritje më tepër e Grenellit për disa përfaqësues të Ballkanit. Aty ishte prezent edhe kryetari i Shqipërisë, ishte prezent edhe kryetaria e Parlamentit Shqiptar, ishin prezent aty edhe Albini edhe Vjosa. Domethënë më tepër ishte një pritje jo zyrtare, se sa që kishte të bënte diçka me, sepse veç po dihet që Grenelli për momentin nuk ushtron ndonjë fuqi apo nuk ka ndonjë rol të rëndësishëm në administratën Trump, sidomos jo për Ballkanin. Andaj ne mund të themi vetëm ishte një takim miqësor për të analizuar situatën, gjendjen në cilën Kosova është në këto momente kur kemi mbetur pa kuvend, kemi mbetur pa qeveri dhe për fat tonin të mirë funksionon vetëm kushtetuesja, gjykata kushtetuese. Përndryshe qëllimet apo tendencat e presidentes Osmani ishin që ta shkatërroj apo ta defunksionalizoj edhe organin e vetëm shtetëror që ka mbetur, gjykata kushtetuese, dhe fal saj sot Kosova ende është gjallë, përndryshe Kosova me Albinin dhe pa institucione ka par fundin. Domethënë është në një tendencë për të shkatëruar Republikën e dytë, si e quan Albini, dhe për ta formuar edhe në Amerikë, atje në disa takime e përmendi Republikën e tretë, që kë gjëja po e përgatit për ta shpallur. Kjo është vetvrasje politike të cilën Albin Kurti po ja bën Republikës së Kosovës. Po, takimet të vazhdojmë atë pati edhe takime jo formale, presidentja sto për foto biseda kështu korridoreve, ngjarje publike, por sipas krejt informatave të cilat rrjedhin dhe i kemi në Kosovë,
presidentja nuk ka pas asnjë takim të konfirmuar me zyrtar të administratës Trump, njëkohësisht edhe Albin Kurti nuk ka pas asnjë takim zyrtar bilateral me dikën nga zyra. Kjo është një sinjal shumë i keq për Republikën e Kosovës, e cila po vuan për veç disa muaj, për mos thonë disa vite, nga neglizhenca, nga paaftësia për të udhëhequr me shtetin e këtij kryeministri, por deri dikun edhe e zonjës presidente, e cila në një takim formal, apo jo formal, çfarë do t'i themi, që kishte me Albin Kurtin, pas e të udhëtonin për në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, janë marrë vesh që ajo ta përkra Albin Kurtin dhe të futet në listën zgjedhore të zgjedhjeve të jashtëzakonshme, të cilat parashihen të ndodhin shumë shpejt. Këte sigurisht do ta themi, sepse do ta themi edhe një fakt tjetër që ndoshta nuk ka rrjedh në opinion, se Albin Kurti ka kërkuar dorëheqjen e Dimalbashës, duke i thënë atij drejt për së drejti se ne jemi tallur dhe kemi menduar se nuk do të votojnë parti tjera, kështu që ndodhi votimi dhe pa dashjen, pa dëshiren, pa vullnetin e Albin Kurtit është zgjedhur Dimalbasha krye parlamentar, sepse Albini shumë mirë e din se çka përfaqëson zoti Basha, edhe si mund një njeri i tillë me një të kaluar, me botime të cilat i ka bërë me një armike të popullit shqiptar në gazetat njohur dhe një libër të cilin e kanë përgatitur dhe atë ushtrin çlirimtare të Kosovës e quajnë ushtri band terroriste kriminale, e cila është financuar nga parat e fleshta, parat e drogës dhe parat e prostitucionit. Me këtë mjafton që ky njeri në asnjë mënyrë, për asnjë ditë të vetme nuk është dashur të ulet në karrigen e kryeparlamentarit, sepse zyrtarisht është pozita më e lartë, sepse Kosova është republikë parlamentare dhe parlamenti e zgjedh edhe presidenten, e zgjedh edhe kryeministrin, kështu që duke qenë si republikë parlamentare nuk e ka meritu Kosova dhe populli i saj një njeri si Dimalbasha, i cili është tejet i papjekur dhe i papërgatitur për të udhëhequr një kuvend siç është kuvendi i Republikës Kosovës. Andaj urojmë që sa më parë ky njeri të jap dorëheqje, nëse nuk duam të ndodh ajo e paralajmëruara se veteranet e luftës çlirimtare shumë shpejt nuk do ta lejojnë të futet në zyre. Me dëshirë, me dhunë, mas miri është ky njeri të tërhiqet para se të ndodhin gjërat papritura dhe të padëshiruara për askën në Kosovë, që kryeparlamentarit përfundoi siç ndodhi në Nepal, që deputetet po hudhen në për Moçale e në për konta Bërllogu. Njëjtë ka mundësi të ndodhë edhe në Kosovë, sepse mjaft ka duru ky popull me këto tallje të cilat po bëhen me te. Zotëri Koceri, tani analizuam Osmanin, po Kurti vajti në Shtetet e Bashkuara dhe ashtu si në Kosovë dhe atje deklaroi që dialogu, pra planifikimi i dialogut strategjik u pezullua për shkak se ai vendosi ligjin në veri. Pra me këtë argument i bie që Kosova, Shtetet e Bashkuara nuk pas kanë dashur sundimin e ligjit në veri. Pra një goditje brenda kësaj që Kurti shkon e jep atje. Që më pas solli dhe një reagim. Merreni me mend, po ta thoshte këtë para trush për larë që i ka në Kosovë. Para analfabetëve funksional që ai i quan 40% popullsisë së vet, edhe të votuesve të vet. Hajde edhe mund ta pranojmë. Ata e ka thonë disa herë ka thonë se
ne Amerikën nuk e duam, as Amerika nuk na do, ne është se ajo nëna që i humbet e fëmija në plazh, e fëmiju me nën që e ka humb nëna e nuk e din që ka humb vetë, domethënë kë tallje të tilla ka bërë. Por të shkojë midis Amerikës, edhe të thotë se Amerika nuk e dëshiron sundimin e ligjit dhe sovranitetin në Republikën e Kosovës, kjo vërtet është diçka që e tha shumë mirë Bleran Baraliu, një adhurus i flakt i Albin Kurtit që jeton e vepron në Amerikë, një intelektual i shquar shqiptar që tha kë është një pacient i psikiatrisë që nuk është brenda klinikës psikiatrike. Domethënë, më së miri e ka po e citoj Bleronin, i cili e ka artikuluar në formën më të mirë të mundëm. Vërtet, pas kësaj që po ndodh me vizitën e tij në Amerikë, edhe duke i thënë Amerikës e cila neve na i ruan sovranitetin, se na pa Amerikën nuk kemi sovranitet, jo vetëm në veriun e Kosovës, por pa Amerikën na nuk kemi sovranitet në asnjë pëllëm të territorit të Republikës Kosovës. Sovranitetin, pavarësinë, luftën, të gjitha na i ka fituar Amerika. Ne nuk po jemi në gjendje ta mbajmë. Kemi harruar atë që Clintonin a tha, luftën e fituam bashk. E thoshte bashk, por e fitoi Amerika. Por për të na inkurajuar neve dhe u çykën e thoshte që ne luftën e fituam bashk. Por luftën e fitoi Amerika. Paqen duhet ta ndërtoni ju. Ne jemi duke shkatru paqen. Në emër të Mitrovicës Veriut, Albini po shkatron edhe pjesën jugore, jo vetëm të Mitrovicës, por të gjithë Kosovës. Albini në Amerikë nuk guxon të shprehet në atë formë, sidomos para miqve, pa të cilët ne nuk mund të ekzistojmë. Edhe takimet të cilat Albini, për çka shkoi Albini në radhë parë shkoi për shkak të hidhërimit të tij personal që nuk e ftoi Amerika. Pastaj nuk shkoi në Amerikë për ta në farë mënyre për ta rivalizuar presidenten Osmani, e cila kishte ftesë për të marrë pjesë në Asamblenë e Kombeve të Bashkuara. Shkoi në Amerikë sepse është në krizë. Është në krizë të madhe në zgjedhje lokale. Ai përsheh mirë se nuk do të fitoj thuajse asnjë komunë, sepse populli shqiptar nuk harron, ende janë gjenerata gjallë, ende jemi ne gjallë që e kena përjetuar luftën 98, 99 dhe për atë një moment nuk e kemi lëshuar Kosovën. Kemi qëndruar këtu me popullin në përmale, në përshi, në përbor, në përkushte të rënda të cilat kanë dominuar në atë kohë dhe të gjithë populli e thirrnin në atë kohë Amerikën, edhe plakat të cilët as që e din ku është Amerika, e ftonin Amerikën. Amerikë e janë ndihmo se vdiqëm, e janë ndihmoni se maruam. Dhe del Albin Kurti, i cili tani e fyen në formën më të rëndëmundshme. Dhe unë pres, atë që e tha edhe dje njëri prej përfaqësuesve të lobit shqiptar në Amerikë, nuk e tha drejt për drejt, por tërthorazi, zoti Martin Vulaj, tha që do të pasojnë mosat tjera edhe më ekstreme. Edhe kryesisht kanë të bëjnë, tha, me emrin e përvetshëm Albin Kurti. E çfarë mosat janë ato? Sigurisht në ngrata. Në listë Albini moti është, vetëm kanë nguru Amerika, ka dashur edhe pak të jep, edhe t'ja hap dyert, edhe tha ambasada e Shteteve të Bashkuara në Amerikë, Albini ka dyert hapura ende. Ende nuk ja kemi mbyll dyert, por kë nuk po don të hyj as për dyert, as për dritare. Thuhet e na, kur prindrit të hedhin nga dera, fëmia duhet të kthehen nga dritaria. Kë është hedhur edhe nga dera, edhe nuk don të kthehet nga dritaria që ja hap Amerika. Andaj fati i këtij, le të jetë çfarë do, nuk është ka na intereson fundi. Fati i Kosovës është mbi të gjitha. E kë
është duke rrezikuar seriozisht qenjen e Kosovës. Për fat, Amerika ende beson, shumë beson, që e ka popullin shqiptar në përkraje, apo popullin shqiptar e don Amerikën. Përndryshe, ajo që po ndodh në Kosovë është përmbushje e plot e memorandumit të Akademisë Serbe, të Dobrica Ćosićit, kryetarit të Akademisë edhe ish presidentit serb, i cili ka thënë, në Kosovë, ne do të mund të kthehemi vetëm në kohën kur një kryetar shteti, një qeveri e atij shteti do t'i prish marrëdhëniet me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kjo është duke ndodhur. E njëjta Akademia e Shkencave ka thënë që në Kosovë duhet ta instalojmë, ta përkrahim sa më shumë islamin politik. Dhe ajo njëjtën kohë është duke ndodhur në Kosovë. Albin Kurti le që takohet këtu me islamin politik. Është takuar edhe në disa kohra të këqija kur qarkullojnë, është taku me njerëz shumë të rrezikshëm të islamit politik në kohën kur është takuar dhe me sigurimet serbe. Por tani shkon në Amerikë e takon atje një hoxh ekstremist i cili punon ditë e natë kundër interesave të popullit shqiptar dhe për ta ndrruar kulturën, traditën, zakonet, gjithçka që ishte shqiptare. Veç është ndryshuar, domethënë, politika e cila po bëhet për momentin në Kosovë është komplet adapt, konform edhe e lidhur me Rusinë edhe Serbinë dhe gjithçka po punohet në atë drejtim që edhe e pranoi. Albini tha që ne nuk kemi çka t'i bëjmë Amerikës që po don me marrë nëpërmjet neve Serbinë e me çuna në Amerikë me hjek prej Rusisë. Me rëndim e mend, kush jemi ne? Kush jemi ne t'i dalim pengesë që Amerika po dëshiroj ta marrë Serbinë në perëndim, ta marrë Serbinë ta inkuadrojnë në Evropë e në paktin Euro-Atlantik, derisa Albini nuk qenë ka interesuar. Albini qenë ka interesuar që Serbia të shkojë apo të mbetet me Rusinë. Ne e kemi fqinje dhe qëndrimi të qenit e Serbisë me Rusinë edhe 1.000 vjet, edhe 2.000 vjet, sot të ketë shqiptar në këtë tokë, ne nuk do të mund të ndrojmë qiun verior që është Serbia. Andaj do të bëjmë çdo gjë që është në fuqinë tonë, se ne jemi të pafuqishëm që të ndihmojmë Amerikës që ta marrë në këtë formë, edhe si po don ta marrë. Ne e humbim dialogu strategjik. Neve na pezullohet dialogu strategjik, derisa Vučići bisedon me Mark Rubion në Amerikë për të futur në dialog strategjik. Merrem me mend çfarë katastrofe është kjo për ne, për popullin shqiptar, për Kosovën dhe për Albin Kurtin konkretisht, por edhe për Vjosa Osmanin, e cila kur shkon në Amerikë është krejt tjetër. Kur kthehet te Albin Kurti këto, kthehet krejt ndryshe dhe këto tradhti nuk i dëshiron Amerika. Dhe jam i bindur do t'i sankcionoj edhe me bindje të plot. Nëse nuk ndryshon Albin Kurti, unë e pres që shumë shpejt të shpallet non grata, siç ka ndodhur me Dodikun, Sali Berishën e me plot lider tjerë të cilët janë komunist edhe veprojnë në formën siç po vepron Albin Kurti. Profesor, kam dhe diçka të fundit për vendimin e gjykatës kushtetuese që pritet pra ditën e sotme, se si do të veprohet më tej tashmë për zgjedhjen e një kryetarit nga pakica serbe. Si mendoni që do vazhdoj procesi, apo ajo që kemi diskutuar që më shpejt do kemi kryetarët e komunave sesa qeverinë e re? Pritet sot, gjykata nëse s'ka dalë deri tash, nuk kam ndonjë informat, por jam i bindur që gjykata kushtetuese ka punuar shumë gjatë këtyre 25 ditëve, në mënyrë që të jap një vendim, një gjykim sa më të mirë të mundshëm edhe pa pasoja për shtetin. Edhe pse, çfarë do që të jetë
vendimi i gjykatës kushtetuese Albin Kurti do ta sfidoj. Sepse ata edhe opozita ka shumë gabime. Sepse në këtë rast edhe më herët u dashket ta mos ta pranojnë që të del nga pakuja votimi i nënkretarëve minoriteteve dhe serbëve. Dhe nuk dashket kjo të bëhet të ndodhë, por opozita gaboj edhe Dy-Këja dhe Dy-Këja, por ato duhet të mos vazhdojnë të gabojnë, sepse ka informata se Albin Kurti me urdhrin apo me në një farë forme nga Amerika nuk do të jetë më kryeministër. Këtë ja ka bë me dije opozitorëve që i ka ftuar më një herë pas vendimit gjykatës atë ditë kur i ftoi dhe ju ka tregu këtyne me serbete, pas serbete, me minoritetet, me komunitetet, ju do ta konstituoni kuvendin dhe do ta formoni t'japni afat 15 ditor Albinit dhe të kaloj qeveria. Qoftë edhe për 6 muaj. Qoftë edhe për 6 muaj të zgjedhja presidentit ta marrë opozita. Dhe mos të shiqojnë se a do ta votoj lista serbe. Le të votoj lista serbe, ata i kanë 72 vota, edhe le të votohet qeveria sepse nuk bën me prit më. Sepse kjo po e rrezikon shtetësinë. Gjykata kushtetuese ka mundësi të bjenë sot 4 vendime. Në të vërtet 4 opsione, jo 4 vendime, një vendim, por është e mundur që gjykata kushtetuese ta bëj edhe për disa ditë shtyrjen e masës përkohshme. Ka mundësi edhe 15 ditë s'poku derisa të kryen zgjedhjet lokale, mos të dalë me aktgjykim. Ka mundësi tjetra, është propozimi për zgjedhje të reja. Ka mundësi t'i propozoj presidentes që t'i thirr partit, ta konsideroj kuvendin të konstituuar edhe pa nënkryetarin serb dhe të udhëzoj, se ajo nuk urdhron, gjykata kushtetuese nuk urdhron, por udhëzon presidenten që t'i ftoj partit edhe të shkojnë në zgjedhje të reja të jashtëzakonshme. Tjetër, ka mundësi që ta kthej komplet zgjedhjen e nënkretarëve në pikën 0, shkote njëherë me pako shqiptarët, ndoshta këtu ka më shumë shanse. Edhe me pako serbët, edhe ta kthej vetëm pikën e minoriteteve, domethënë me kthem në votimin në pako. Domethënë këto 4 opsione janë të mundshme me gjos do të jetë kë i fundit ose i pari që e thash. Të shtyhet për të mos ndiku në zgjedhjet lokale dhe për të mos pas ndonjë implikim në zgjedhjet lokale ky vendim, edhe për të marrë pastaj me kuvendin dhe se me hub vëmendjen nga zgjedhjet lokale, për atë arsye ka mundësi që masa përkohshme shtyhet edhe për 2 javë. Këto janë vetëm supozimet në bazë të analizave të mia, nuk kam ndonjë informat prej askujt, edhe nuk, por vetë po e llogares duke u marrë efektivisht me këto çështje të cilat jo vetëm mu, po e brengosin, do duhet ta brengoshin çdo intelektual, sepse Kosova është në krizën më të madhe historike që ndonjëherë e ka pasur vendi. Në këtë rast nuk po du të harroj edhe diçka, një shkrem të një shqiptari i cili tha dje në një shkrem të tij analitik, vlerësoj në vërtet nga Shqipëria është ky zoti këshilltari i Thoqit, që kishte marrë shënimin nga Eurostat. Kosovës për momentin me letra i kanë ikur apo kanë rregulluar statusin e tyre për qëndrim në vendet perëndimore, duke filluar nga Kroacia, Slovenia, Austria, Italia, Gjermania, Zvicra, Belgjika,
211.000 qytetarë kanë marrë statuse, apo 13% e popullsisë, e cila është regjistruar në zgjedhjet e fundit, që janë rreth 1.800.000 banor, që në fakt nuk janë as ata, por janë regjistruar ata që kanë ikur kohëve të fundit. Kosova nuk ka më shumë se 1.500.000 banor, që i bie që 18% e popullatës albinit i kanë ikë jashtë vendit vetëm me letra, me status të rregulluar punës, derisa edhe 100.000 të tjerë janë ilegal, kanë shku për vizita pas lirimit të vizave dhe kanë mbetur duke kërkuar punë edhe kërkojnë azyl në vendet perëndimore. Kosova me minus 300.000 banor për vetëm 4 vite është e keqja më e madhe që ka mund t'ja bëj Albin Kurti këtij populli për 4 vite apo 5 vite që bëhen tash të qeverisjes tij, të lodhet qeverisjes më të keqe që ndonjëherë ka pas populli shqiptar. Dikush e analizoi me apo Azdren Shala më duket me qeverisjen e Nolit para 100 vjetëve ka ndodhur e njëjta me Amerikën, po ndodh edhe sot me Kosovën i njëjti rast, identik, kur edhe atëherë Amerika nuk e njehte Nolin për kryeministër i cili dëshironte të lidhej me shtetet slave atëherë, edhe tani Albin Kurti e përsërit njëjtën, dëshiron të lidhet me bllokun e lindjes apo konkretisht me shtetet slave komuniste, siç është Rusia, Serbia, e shtetet Greqia e tjera të cilat janë në këto territore. Profesor, situata na paralajmëron që kemi shumë për të folur në të ardhmen. Deri atëherë unë të falenderoj shumë dhe t'jam mirënjohës shumë për kohën dhe për analizën tuaj që ndatë me publikun tonë. Faleminderit shumë, jeni mirë pritur.